Në fakt, ai që mban fort objektivitetin, sepse komisioni punon bazuar në fakte, punon bazuar në të dhëna, punon bazuar në burime të verifikuara. Ndaj jam I sigurt që edhe ju në qoftë se do të kishit interes për faktet, për të dhënat, për burimet e verifikuara, do të kuptonit se nuk ka asgjë për të shqetësuar. Projekti është ende punë në vazhdim. Projekti nuk është askund, nuk mund të jetë askund dërimtar sepse nuk është finalizuar. Dhe vlerësimi I ndikimit në mjedis është në proces e sipër. Gjithçka po bëhet sipas rregullave qysh prej ditës së parë, pavarësisht emrave. Përmendja e emrave nuk është diçka që na ndihmon për të shkuar tek e vërteta. Dhe kur them sipas rregullave, ka vetëm një libër rregullash që vlen për ne, që është libri I rregullave të standardeve të antarësimit dhe libri I rregullave të Komisionit të Bashkimit Evropian. Pra, ideja që Shqipëria do të vazhdonte përpara me diçka që nuk do të ishte në përputhje të plot me librin e shenjtë të besimtar dhe ateistëve në Shqipëri, që janë standardet e parimet e Bashkimit Evropian, është pretendim pa bazë. Pra nuk ka asgjë për të shqetësuar. Zero. Ne do të bëjmë një projekt që do të jetë krenari për Shqipërinë e për Europën. Kjo është ambicia ime.